Mirëmbrëma, përshëndetje njëherë, ju dëshirojmë së ardhin në konferencën e tretë të fundit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lidhur me procesin zgjedhor i cili është zhvilluar dhe po vazhdon në disa nga përfaqësitë diplomatike të Republikës së Kosovës. Ju njoftojmë se deri në këtë kohë ka përfunduar votime në 26 përfaqësi diplomatike të Republikës së Kosovës, të cilat ndodhen në 16 shtete si Turqi, Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjik, Norvegji, Austri, Suedi, Sloveni, Danimark, Itali, Kroaci, Holand, Republika Çeke, Hungari dhe Mbretëri e Bashkuar. Sipas kohës lokale në Kosovë, në orën 1 pas mesnatës, do të përfundoj votimin në 4 përfaqësi tjera diplomatike, të cilat ndodhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada. Pas përfundimit të votimit edhe në këto dy vende, do të kemi një njoftim me shkrim. Gjatë ditës së sotme, KQZ ka qenë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësitë diplomatike dhe nga zyrtarët e shërbimit votues u janë ofruar udhëzimet e nevojshme për zhvillimin e votimit sipas ligjit dhe procedurave. Në përgjithësi, nga komunikimi i vazhdueshëm që kemi pasur me këto përfaqësi diplomatike, procesi i votimit është zhvilluar pa ndonjë pengesë. Në emër të KQZ-s falenderojmë shefat e misioneve, stafin e misioneve diplomatike dhe anëtarët e këshillave të vendvotimit për angazhimin e tyre gjatë ditës së sotme. Sipas të dhënave nga 26 përfaqësitë diplomatike ku është mbyllur votimi, por edhe nga të dhënat deri në orën 13 nga votimi në SBA dhe Kanada, nga 27.724 votues të regjistruar, kanë votuar 80.85% e tyre, apo 22.414 votues. Natyrisht se pas përfundimit të procesit të votimit në 4 përfaqësi diplomatike, pra që ndodhen në SBA dhe Kanada, do të kemi të dhëna të përditësuara për pjesëmarrjen e përgjithshme në votime në kuadër të këtyre 30 përfaqësive diplomatike. Për fund, sipas procedurave, këto flet votime nuk do të numërohen në përfaqësi diplomatike, por gjatë ditëve në vazhdim do të sillen në Kosovë dhe numërimi i tyre do të bëhet pra në vendin tonë në qendrën e numërimit dhe të rezultateve, sipas procedurave të parapara të KQZ-s. Unë ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në këtë konferencë dhe ju njoftoj se dikon pas orës 1, pra pas mesnatës, do të kemi një njoftim me shkrim për të konfirmuar mbylljen e votimit në përfaqësitë diplomatike edhe në SBA dhe Kanada, ndërka gjatë ditës së nesërme e diel do të zhvillohet procesi i votimit në Republikën e Kosovës. KQZ do të ketë komunikime të rregullta përmes konferencave të parapara në orare të ndryshme për të treguar lidhur me ecurinë e procesit zgjedhor. Fillimisht në orën 8 të mëngjesit për hapjen e qendrave të votimit dhe më pas në orën 11:30, 15:30 edhe në 19:30 për të treguar për pjesëmarrjen e votuesve, qytetarëve në procesin zgjedhor. Ndërkaq lidhur me konferencën e fundit për të prezantuar rezultatet e përmbledhura preliminare për subjektet politike, KQZ do të bëjë një njoftim të radhës sapo të ketë informacionet më të detajuara nga tereni. Faleminderit shumë dhe mirupafshim nesër.